Unë kisha dashur me thënë për rastin e fjalë për cilën ju po pyesni, është një rast specifik dhe besoj që në të ardhmen kemi me pasë raste të tilla të ngjashme dhe mendoj që duhet të jetë një rast që të reflektojnë ndryshimet ligjore që janë përfol kohëve të fundit, sa i përket të drejtave të grave në trashëgimi, nga se konsideroj që ligji aktual, i cili është në fuqi, nuk është i favorshëm dhe në fakt i shkel të drejtat e grave në një segment të jetës së tyre. Unë edhe në seancën e fundit që është mbajtur kur është dhënë ky propozim e kam kundërshtuar një kërkesë tillë, duke u bazuar në ato që nuk ka qenë arsyeshme dhe nuk ka pas bazë ligjore, kështu që unë kam konsideroj që ka vepruar drejt kryetari i gjykatës kur e ka marrë një vendim tillë.